Sot në kuadër të reportazhit për kryeqytetin do të sjellim diçka ndryshe nga se që kemi sjellë deri më tani. Do të sjellim Prishtina Plus Festival, i cili ka sjellur në kryeqytet një festival, një atmosferë krejt ndryshe, përkatësisht në parkun kombëtar Gërmis. Bushido është ai i cili do të interpretojë në natën e parë të këtij festivali dhe ne jemi duke shkuar për të parë se çfarë atmosfere është duke mbizotruar aty. Një festival që rrallë jemi mësuar ta shohim në Prishtinë është paralajmëruar të jetë Prishtina Plus Festival, i organizuar nga Next Level dhe Unit Live. Ky festival, i cili ka për qëllim të bëjë bashk artin, teknologjinë, muzikën dhe dashurinë për 3 ditë e 3 net, duket se është pritur mirë nga prishtinasit. Në fillim çdo gjë dukej se po shkonte mirë. Interesimi i qytetarëve për të blerë biletat që kushtonin nga 15 deri në 25 euro ishte i madh. Në skenën e madhe të ngritur në Parku Nacional Gërmia, pritej të ngjitej reperi gjerman Bushido, i cili duket se në Kosovë ka fansa të shumtë. Përveç tij, në skenën e Prishtina Plus Festival do të ngjiteshin edhe DJ e reper të shumtë nga Kosova. Në fillim, atmosfera dukej mjaft e mirë dhe pjesëmarrësit shumë të kënaqur. Në këtë festival kishte edhe turistë të huaj të cilët kishin vendosur të merrnin pjesë. Në mesin e tyre edhe Stan Arets, i cili kishte ardhur nga Holanda në Prishtinë, ku sipas tij është duke i pëlqyer shumë ky festival. Si po të shkon nata sotme në Prishtinë? Si po të duket ky festival? This festival is amazing. I love it. Ky festival është i mrekullueshëm, po m'pëlqen shumë. Jam për herë të parë këtu dhe këtë festival do ta mbaj mend gjatë, me të vërtetë. Është pak më i vogël se festivalet që organizohen në vendin tim, por megjithatë edhe ky është i mrekullueshëm. It's a bit smaller perhaps, but this is amazing, really. Edhe të rinjt kosovar duket se janë duke shijuar këtë koncert. Qysh po kaloni sonte? Mirë. A të pëlqen atmosfera? Po, shumë. A është qera, parë që e konë në një koncert të tillë? Po e parë. Si po kaloni sonte? Mirë, super. Prej ku ke ardhur? Prej Shtimës. Prej? Shtimës. Për kun ke ardhur sonte në Prishtinë? Veç për Bushitën. Për Bushitën dita. Qysh po kaloni sonte? Mirë shumë. Për kun keni ardhur? Po. Për kun ke ardhur? Shihet aty. A të pëlqen atmosfera? Tepër e mirë. Veç pak jenë vënu këta. Edhe prej ku ke ardhur? Nga Voshtreja. Prej Voshtrisë ke ardhur ekstra për Bushitën apo për koncertin përgjithësi? Për MC Creation ma shumë. Në këtë skenë pritej të ngjitej edhe reperi Elinel, të cilit duket se është duke i pëlqyer shumë organizimi. Unë jam të kënaqur për momentin edhe uroj që edhe ketë tjerë me bos njëjtin emocion. A mendon që në Prishtinë duhet të ketë më shumë koncerte të tilla? Normal, sa ma shumë festivale i vjen rinis, se nuk është apetën atmosfera veç në klub, duhet me qita pak në festival. Edhe duhet me investu ma shumë festivale. Po me sa po shohën edhe pse nuk jem përbora boksav, atmosfera është shumë e mirë edhe janë të kënaqur. Edhe organizimi deri tash nuk e ka najt met.
Vojna me mbi edhe shumë për mreca. Mena speca. Mena speca. Në Roma, Prishtinë, what's up? Ngjitja në skenë e dy reperëve të labelit Pint, MC Kresha dhe Lëri Këllson bëri që atmosfera të jetë edhe më e zjarrt në këtë festival. Okej, a jena gati me knu bashket? Turkmen Gang! Okay. Fakti që është një festival në ambient të hapur, duket se është duke ju pëlqyer si publikut ashtu edhe artistëve. Jashtëzakonisht mirë, rinia u knaq, pak një problem me rrymën së gjithë, mirë, së kesh, nice, në fund që ndodhi. A mendon që duhet të ketë më shpesh festivale të tilla në Prishtinë? Ketë Kosovën, ketë Shqiptarin, festivali është një shaje socializimit mes rinisë, mes njerëzve dhe për me mujtë me shprej mendime ndryshme edhe me u arktu një edhe në kohë, është diçka e mirë. Festim, si keni kalu sonte në këtë festival? Shumë mirë kjo publikë, shumë ma smut, a falë dere djemë, ju dua. Publika ma e smut në botë, njerëz ma të smut në botë, jem kënos shumë. Shumë nice ke. Edhe a mendon që në Prishtinë duhet me pas më shpesh festivale? Po, jo veç kësi festivale, po duhet me pas në stop si evenimentet cilat kanë të bujnë me emancipimin edhe kulturën e rinisë, për shembull se na ana me mrapa vlla të ngu sana playback e të ngu, nëse më stina fellet se kom ngo. Edhe organizatori i këtij festivali është shumë i kënaqur me rrjedhën e deritanishme të festivalit. Sonte jemi shumë kënaqur me pjesëmarrjen e njerëzve, gjithçka ka shku mirë, jemi përgatitur shumë mirë, një ekip shumë i madh, i kemi bashku 3 fusha, artin, muzikën e teknologjinë. Ditën kemi pas aktivitetet, grafitet, ICK-s, ndërsa natën siç po shihni kemi natën e hip-hopit, nesër kemi natën e muzikës elektronike, mas nesër kemi bendet. Kështu që gjithçka është duke shku mirë, ka njerëz shumë edhe bashkëdhetar edhe nga Kosova, nga rajoni e tjerë. Mirë po, antarët e labelit Pint ishin të fundit që u paraqitën në skenën gjigante në Gërmi. Para publikut nuk arriti të paraqitej reperi gjerman Bushido pasi që problemet teknike, më saktësisht prishja e gjeneratorit, i pamundësoi një gjë të tillë. Bushido për rreth një orë ka qëndruar në veturën e tij në prapaskenën e festivalit duke pritur që të evitoheshin problemet, por kot ai u detyrua të kthehej prapsht. Edhe pse fansat u munduan që në formën e tyre të vazhdonin argëtimin, pas pritjes më shumë se 2 orëshe duket se u mërzitën. Vëllaj, bolmija ka nisë, po tash diqish pak me ka po bajat, po që shkoj, vëllaj, shumë keq po duket. Shumë. E ma shumë të një mohë për këto edhe për MC-keshën, po ma shumë të për ato. E se ko në koncert ti në simkon. Edhe ju më gëzu që është në Prishtinë këtë, po bajat ma pas ka po tash. Shumë vëllaj. Ka ditë që nollet rryma, ka vytë me bo në esen, me bu në esen që nuk nollet. Në agërtore, në esen tjetër.
që s'mus më nolë rryma, po tas qa me bo. Ky shok jam këto, ka shku te sekuritat, i ka thonë po du me marrë parët të mas. Po të etiketat. Po të etiketat, nejse. Ka shku, i ka li parët të mas, se normal aqi në Austri, mos me të ardhë për qëta që ke ardhë, se kena ardhë ketë për Bushidon. Ti këthem parët. Këto, bile kanë të kërcnu hopi këtuit. Se të rejnë, me hopa, gojnë të rejnë, edhe s'kisha banë. Edhe asë në gjithë së një qetë se së më banë kur gjanë. E kështu që kena ardhë për ta dhe një agregat së mujnë me nërejqë. Nuk është regull se në mojshën thëshën edhe 5 minuta, pritnis edhe 5 minuta, security na fëshën me neve, që me thonë, pa lidhje. Dikur dollëm, e pam këtu se të umënu të dhe agregatin, po unë po që ditë nga pse Bushidon doke që aty të pritë që në orë edhe aj, unë normal në vend tina isha ecë, se kjo ka parë lamë, po kjo ardhë në Kosovë, se dinë se ka fanë sa shumë Kosovë, edhe gjithë qëtë në video, edhe na do neve shqiptarve, harrohe, 200.000 euro, gjithë milioni me qitë vjenë më këtu, se katastrofë kjo. Faleminderit shumë djam. është shumë ketë se ka ardhë një herë, edhe mos vje korë. Edhe në Facebook e poston se Kosova s'ka posë rrymë. E për këtë ka reaguar edhe vetë Bushido, i cili ka treguar eksperiencën e tij në Prishtinë, duke thënë se menzi priste të paraqitej para publikut kosovar, për të cilët duket se ka përgatitur një performancë të veçantë. Ai në postimin e tij në Facebook ka thënë se pavarësisht të gjithave, vizitën e tij në Kosovë nuk do ta harroj kurrë. Për këtë ndodhi kanë lëshuar një komunikat për medje edhe organizatorët e festivalit, të cilët u kanë kërkuar falje të gjithë atyre të pranishmeve në natën e së enjtës, të cilëve tashmë u kanë mundësuar pjesëmarrjen falas edhe për 2 ditët e ardhshme sa do të mbahet ky festival.